Евроамбасадори Михајлис Рокас пред прогрес на ррugën integruese thotë se në nivel të BE-s po punohet me qeverinë e vendit për të kalimin e çdo çështjeje të mbetur para fillimit të negociatave. Këtë e theksoi si përgjigje për idenë e raportuesit Thomas Vajt që Komisioni Evropian, Këshilli i BE-s dhe qeveria bullgare të japin deklaratë se ndryshimi i kushtetutës është kërkesa e fundit. There is intense activity, diplomatic activity, exchanges. The EU leaders will be visiting Skopje in the coming 2 to 3 months, and I'm hopeful that we will be able to move ahead. Nga ana tjetër, kryeministri Hristijan Mickoski theksoi se përfaqësues të lartë të BE-s edhe më herët kanë folur për çështjet e fundit dypalëshe. Седеа пред мене и ме гледаа во очи и ми велеа името е последната работа што треба да го направите. Нормално, ние бевме и тогаш против, но и тогаш им велев дека не ја говорат вистината и дека не е последната работа. Tani kryeministri kërkon vepra. А дела по мене представуваат признавање на пресудите од Судот за човекови права во Страсбург за македонската земјица во Бугарија. Jo zyrtarisht periudhën në vijim, vendin pritet që ta vizitojë edhe komisionerja për zgjerimin Marta Kozme, të cilën pritet që të bisedojë për mënyrat e zhbllogimit të procesit.